kombi ka simbolet e veta, ka pikat kulmore me të cilat krenohet. E tillë është edhe Kruja, që nxori nga gjiri i vet kryetrimin e Shqipërisë, heroin kombëtar Gjergj Kastriotin Skënderbeun, që me luftën dhe sakrificat mbrojti Krujën, Shqipërinë e përse jo, edhe mbar qytetrimin evropian nga perandoria më e madhe e kohës. Kruji dhe Skënderbeu është simboli i qëndresës dhe lavdisë shqiptare. Kruja dhe rrethinat e saj, për vetë kushtet dhe resurset natyrore, është e banuar që në lashtësi. Për këtë flasin të dhënat arkeologjike me objektet e gjendura në vend banimet e Zgërdheshit e të pikave të tjera, të zbuluara deri tani. Ato datojnë me shekullin e 3 e të 2 para erës së re. Qyteti i Krujës është ndërtuar në pllajën e faqes perëndimore të malit të Krujës, në një lartësi rreth 600 metra mbi nivelin e detit. Sfondi i krijuar në vazhdim të vargut malor Kruj-Dajt, që ngrihet mbi fushën kundrejt Durrësit dhe Tiranës, me pishat dhe ahet në përmajat, me maket, dushqet që veshin lartësitë mesatare dhe me kodrinat plotullishte, e bëjnë mjaft të rreqës dhe të befasojnë me bukuritë e tyre. Objekti dokumentarit të sotëm është Pazari i Krujës, që për nga ndërtimi, arkitektura dhe bukuria i ka të rrallë shokët në tërë Shqipërinë. Ansamblet ndërtimore të pazareve apo çarshit zënë një vend të rëndësishëm në qytetin e vonë mesjetar si qendra ekonomike të tij, ku kryhej prodhimi dhe shitja e produkteve të zejtarisë e të produkteve ushqimore të të gjitha llojeve. Ansambli i Pazarit të Krujës formoi një si më vete dhe mori një zhvillim të madh në shekullin e 18 e në veçanti në shekullin e 19. Pozita gjeografike dhe traditat e banorëve të kësaj zone bën që edhe tregtia, zejtaria të kishin një dinamik të madhe. Ai ngrihej në pjesën qendrore të qytetit dhe formonte vetë qendrën e qytetit në të kaluarën. Në periudhën e zhvillimit më të madh, shtrihej gjatë rrugës që fillonte, aty ku sot është qendra e qytetit, deri pranë hyrjes kryesore të kalas. Kishte një shtrirje tepër të gjatë, sipas një vije të lakuar, duke shfrytëzuar reliefin e terrenit përreth. Pjerësia e këtij pazari i ka kushtëzuar karakterin e ndërtimit pjesës së sipërme me atë të poshtme. Vargu i sipërm i vishej pjerësive të mjedisit, duke u mbështetur pjesa e prapme në të. Kjo rrethan ka detyruar edhe ndërtimin e çative me një kullim uji. Vargu i poshtëm i ndërtimeve e ka pjesën e prapme të lirë, si pasojë edhe çatia është zgjedhur me 2 kullime. Terreni ka ndikuar edhe në kompozimin vëllimor të mjediseve dhe të formës së dyqaneve. Rruga e shtruar me kaldrëm me kumtën karakteristike në aksin e saj
kufizohet në të dy anët prej vargjeve të dyqaneve të bashkëngjitur dhe përkundrejt njëri tjetrit. Tereni i Pierrët ka kushtëzuar në mjaft zona të pazarit ndërtimet në formë bloqe prej 2 apo më shumë dyqanesh me shkallëzime. Zhvillimi relativisht i ngadalshëm i kësaj qendre ka bërë të mundur ruajtjen e formës dhe të ndërtimit të hershëm. It seems a little bit deserted. There aren't very many. Unë vi nga Alaska. Të them të vërtetën, Kruja më maniti. Këta dyqane janë jashtëzakonisht interesant. Më pëlqejnë shumë. Ky qytet do të gumëzhi nga vizitorët, pasi ata kanë çfarë të shohin dhe çfarë të mësojnë këtu. Dyqani, njësia formuese, kompozicionale e ansamblit, përbëhet prej mjedisit kryesor ku kryhet prodhimi dhe shitja e mallit, si dhe prej pjesëve të tjera plotësuese. Të dy vargjet e dyqaneve në përgjithësi i kanë këto karakteristika. Mjaft rrallë në disa dyqane të vargut të sipërm ngrihet një kat i dytë, i cili në disa raste kryen shitjen edhe nga rruga prapa pazarit. Dyqanet në kompozimet e tyre volumore janë përvese, me gjysmë kate dhe me kate në vartësi nga tereni. Përves janë dyqanet e vargut të sipërm, ndërsa me gjysmë kate ata të vargut të poshtëm. Një rol të rëndësishëm si utilitar dhe arkitektonik luan balli kryesor. Në këtë pjesë bëhet edhe ekspozimi i mallit, si dhe janë krijuar kushtet për blerësit. Balli ndërtohej prej lëndë e druri, duke pasur përveç hyrjes një sipërfaqe të gjerë e të hapur përmbri saj. Sigurimi i njësive tregtuese e produse realizohet prej tarabës dhe më vonë nga qepenet në formë panelesh. Qepenet që mbyllin ballin janë 2, i poshtmi i vogël, i cili kur hapet njësia shtrihet horizontalisht, dhe i sipërmi më i madh, i cili ngrihet paralelisht me të poshtmin, duke u fiksuar në trarët e strehve me mbajtëse metalike. Një element i rëndësishëm i balleve të dyqaneve janë mbulesat e gjera, 2 fish prej druri, që shkojnë prej 1/6 deri 1/8 metra e që përfundojnë në kumtën e qendrës së rrugës. Ato krijojnë një mbrojtje të mirë për blerësit dhe shfrytëzohen edhe për ekspozimin e mallit. Qoshku i sajuar mbi sofone prej murature guri, që del nga disniveli i dyshemes me rrugën, kërkon ndërtimin e 2-3 shkallëve për të hyrë brenda. Këto janë qëllimat të punu këtu me dorë në Kruj, edhe janë ngjyra karakteristike të vendit Krujës. Janë kretë punë dore. Mund të bëjmë edhe porosi. Një tipar tjetër i këtij ansambli tregtar dhe prodhues është edhe ndërtimi me mure guri vetëm i pjesës fundore të dyqaneve. Muret ndarës prej gurit të këtyre pjesëve shkojnë deri në drejtimin e perdes ndarëse të dyqanit, kurse konstruksioni mbi muret e gurit të dyqanit është me skelet druri veshur me drasa. Zhvillimi urbanistik i pazarit të Krujës nuk është nështruar planifikimit. Rritja e tij është bërë shkallë, duke ushtuar dyqanet krijoheshin bloqe të rinj dhe zgjeroheshin ato ekzistuese. Mbushtësia dhe zjarret shpeshherë e kanë rënuar atë plotësisht, por ai është ripërtërir.
Në përgjithësi tregtarët ishin edhe zejtar, edhe prodhues të maurave. Pazari i vjetër i Krujës është shumë i pasur për punime artistike, sidomos të vjetra. Kjo është një traditë që Kruja e ka pas vazhdimisht. Ne punojmë edhe punime dore, alabastër, dru, bakër. Turisti gjithmonë ka pas sukses në këtë pazar. Gjithashtu, brenda në pazar kishte edhe lokale ku tregtoheshin ushqime të përgatitura në çast me gjellët karakteristike të zonës. Pazari i Krujës është arteria kryesore që lidhte qytetin me kalan. Diçka joshse dhe çlodhse për çdo vizitor, përveç kalas si e rënd muzeut, është edhe ansambli i pazarit të Krujës, që edhe aktualisht funksionon duke pasur mallra të vjetra dhe të rinj. I really like the city of Kruja because so much has Më pëlqen jashtëmasë qyteti i Krujës, sidomos muzeu i tij, të cilin nuk e kam parë në asnjë vend të lindjes që kam vizituar. Gjithashtu më bëri shumë përshtypje pjesa e vjetër e qytetit. Pazari ishte mahnitës. Objektet kishin ardhur nga shekujt, të ruajtura me shumë kujdes. Unë jam regjisor dhe producent, vi nga Amerika. Aktualisht po përgatis një dokumentar që do ta shfaq dhe në televizionin shqiptar. Prandaj po vizitoj gjithë Shqipërinë. Kam qenë në Gjirokastër, kam qenë në Korçë, Sarandë e tjerë. Ky vend ka kushte të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit. Shumë njerëz dëshirojnë të vinë këtu. Kruja, me historinë e saj të lavdishme, me monumentet e shumta historike, fetare, natyrore, është kthyer në një qytet dhe vend turistik. Bujtës nga të gjitha kontinentet e vizitojnë atë në çdo stin, duke e befasuar me bukuritë dhe ngjarjet që fsheh në gjirin e vet.